Sa romantik, Klodi, e? Shumë faleminderit, po që vërtet e kam ndjerë shumë mungesën e saj, edhe është një garanci e madhe, Ersa është një, unë e quaj vepër arti, kam me shumë fat, por nuk është vetëm kjo, është dhe është një partner in crime, e quajmë neve, partner në krim në sensin e Sa ko keni që jeni bashk? Përdo? Sa ko keni që jeni bashk? Kemi 3 vjetë e pak, po na duke si 3 minuta është shumë e çuditshme, koha nuk e kuptoj më kohën, Arbana, nuk kam humbur sensin e kohës, unë nuk arrit dot të kuptoj se sepse ne rrim bashk, punojmë bashk, flim bashk, dashurohemi bashk, gatuajmë bashk, udhëtojmë bashk. Është një nga ato rastet që ndodh shumë rrallë. Është një nga 10 milion raste. Dhe për herë të parë në time, unë kam kuptu çfarë do thotë dashuria për një femër dhe për një partnere. Ajo është një suport shumë i madh i imi, edhe për herë të parë në time, unë shkëputem nga ajo. Se, herë e parë që po jetoni larg njëri tjetrit? Po, ne që në momentin e parë që jemi dashuruar, kemi direkt jetuar bashkë. Ashtu, ka qenë kështu dashuri me shikim të parë? Ka qenë një dashuri një shumë të lartë, jemi dashuruar në një event që unë e ftova se Ersa është kostumografe dhe drejtuese imazhi. Dhe më thanë, kishte dhënë 2 numra, më dhanë numrin e saj, thonë po mos e merr këtë numër, sepse është shumë e zënë dhe është e pamundur për të kapur, unë rash pikërisht i numri, i cili ishte numri i Ersës, dhe nga ai moment që jemi parë kam kuptuar që bota ndryshoi komplet polet. Edhe unë rrotullova edhe u rikrijova nga e para. E të ka ndryshuar, të ka tjetërsuar, ti ke qenë ai Don Juani, si që shprehur vetë. Po, që vërtet. Dhe tani je tërësisht besnik në këtë marrëdhënie? Po. Mendoj se është një dashuri që duhet të respektoj me gjithë format e saj. Nuk është dhe është e bukur, nuk mundem dot, unë nuk shoh më fytyra njerëzish nga momenti që jam dashuruar me të. Nuk shikon, as një vajzë tjetër? No, I don't think so. Ja. No, absolutisht no. E para se nuk kemi në loj fëmijësh, por no, ajo është komplet unë, edhe unë komplet ajo. Po, a ke menduar për të në kuptimin që ke patur shqetësimin se çfarë ka bërë këtë ditë pa ty? Kjo është pjesa që më gërryn më shumë, sepse nuk e di është mirë, a ka nevojë për mua, dhe është hera parë që unë e le vetëm, edhe kam një ndjesi fajt pa parë. Po pse thua ka nevojë për mua? Keni shumë diferencë të moshë? Ne kemi një diferencë të moshë të rëndësishme, por mendoj se kjo hyn në arkivën e historive të bukura të dashurisë. Po, kemi diferencë, po. Sa është diferenca, ma thuaj? Kemi rreth 25 vjetë diferencë. 25 vite diferencë. Ajo është 25 vite më e re? Po, dhe unë mendoj që jam më i vogël se Ersa. Ersa është më shumë se unë. është një love story, është diçka për të shkruar nëpër libra. Shpresoj që një ditë dikush do të jetë i kujdesshëm për ta bërë. Por është, domethënë ne rrim, zojmë edhe në 4 të mëngjesit, 5 të mëngjesit dhe shohim hënën apo lexojmë një libër, apo ajo është kur unë ndërroj në një gjë, Ersa shpeshherë i shënon ëndrat, siç i bëj edhe unë shumë gjëra me tjetër monedh. E kuptoj. Dhe është një nga ato histori që po ndjem shumë në faj që unë jam futur këtu brenda, kjo është e vërteta ime. Por e di pse ndodhi kjo, sepse ja që u prita pak dhe me këmbët e para, ishte një big mess, një rrëmuje e madhe, e thash, what? Pse e bëre këtë? Edhe kjo më bën të, jam duke u gërryer nga brenda, dhe sigurisht që këtu s'ka të bëjë ti ish fort, ti ish burr, sigurisht mundi të dalin, por e kam shumë merak Ersën, e kam shumë merak, është diçka është për te i dashurisë umane. Po imagjinoj se çfarë do të bëje ti nëse do ta takoje sonte Ersën. Me gjithë të dashuri, pasion, mungesë. Mos e bëni këtë, se unë filloj prish muret pastaj. Prishësh muret? Shiko, unë nuk e di nëse do ta takosh ti sonte apo jo. Sepse ajo ka dashur që të jetë prezente për ty,
por në një mënyrë shumë të veçantë dhe origjinale, ashtu si ju artistët mund të konceptoni vizita të papritura në fermë. Jam sy e vesh, jam shumë i kërës. Eja dalim bashkë jashtë, sepse do të ftoj të shohësh diçka të pazakonshme. Okej. Jashtë, nga cila? Jashtë, Klodi. Nga dera jonë që dalim zakonisht? Po, dera që dilin zakonisht. Eja. No. Semrim. Ku jeti? Ku je shpirteja këtë dire? My love. Zemrim. M'ke mungu. Before I was a human being, I was the ice before it melts, I was the tree before it fell. Oh my God. Do you understand? Crawl beneath the earth to feel the hunger and thirst. If you could fly and Erbana, je këtu? Jam aty duke ju parë juve. Ersa, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Me këtë luk të pazakont. Faleminderit. Wow. Ja, Çfarë personifikon kjo maska? Mund t'ju pyes? Jam duke studiuar qelizat Erbana dhe kjo është, jam duke studiuar botën mikro. Okej. Dhe ky është një simbol i botës ton mikro, edhe që ka një filozofi dhe jam shumë emocionuar. Po, Mirë bësjesh, ky program më ka dalë komplet nga binarët, ky program, asë një gjë nuk kuptoj më, njëra flet për filozofi, tjetra flet për mikroqelizat. Po, e shpjegoj unë, Arbana, ideja Ba shpjego pa Klodi. Kur bjen në dashuri, ti ndjen trupin që si qelizat që lëvizin brenda si bomba atomike, ka një lëvizje, pra është ajo që populli quan flutrat në stomak. Kurse neve në botën e artit, Ersa është dhe i pëlqen shumë filozofia, kërkimi dhe vendosi të futet në botën mikro. Çfarë ndodh me trupat kur bien në dashuri, kur transformohen dhe si një lloj lëvizje e brendshme qelizore, dhe këtë është duke bërë tani dhe i ka kthyer imazhin, po punon shumë mbi të, e cila do i kthej në veshje, në shkrim, në film, pra është një proces i gjatë, i cili quhet art bashkëkohor. Edhe... Faleminderit. She is amazing. Nuk ka gjë më të bukur se Ersa, dhe kjo është një surprizë. Tani ne po ikim, faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Ku po ikni mo? Ku po ikni? Ku po ikni? Klodi do doje ta mbaja aty Ersën? Yes. Vërtet? Po. Po më duhet ta pyes. Ersa, a mundemi të kalojmë një natë magjike te shtëpia e vogël? Do qëndrosh sonte aty Ersa? Do ishte shumë kënaqësi. Do ishte shumë kënaqësi. E shikon? Wow. Edhe ka unë si të lutem yjet të jenë sapo të ndritshëm, pastroni pak. Ej, me gjithë qef. Vetëm se më thot Agaj që nëse Ersa do qëndroj aty, do duhet a heqi maskën. Këtë përket ty tani. Unë kam zgjedhur të hyj me një akt artistik dhe dua t'i qëndroj deri në fund personazhit tim. Okej. Për sa kohë do mund të qëndroj. Ersa, si e ke ndjekur Klodi? Si të shdukur Klodi këtë ditë? E ke parë? E kam parë. A e ke parë sa shumë i ke munguar? Po, jashtëzakonisht dhe mua më ka munguar shumë. Po, shumë e bukur. Jemi të ndërkohë, neve Arbana. Keni ftohtë? Jo. Apo nga emocionet? Nga dashuria? Po dashuroni pra pak, dashuroni pak. Mos u drini, po qafoni pak. Nuk ka gravitet fare. Po bëjmë një gjiro.
Do ta çosh brenda vërtet Klodi, do t'ja prezantosh shokëve? Unë e mora vendimin, kështu që ishte kënaqësi e vërtet dhe ndoshta si më vonë. Dëgjoj, dëshiron t'ja dërgosh ta prezantosh shokëve apo jo? Po, e që mas. No. Ersa është një rish shumë i rezervuar dhe ajo e njeh shumë mirë televizionin, ka punuar se ka qenë drejtoresh televizive në një tjetër location. Por ne duam kemi, por Ersa ti vendos ti zemrën se por nëse heqim maskën mund të ndroj, kjo është koncepti. Më duhet të pyes për këtë. Nëse heq Ersa maskën, a mund të qëndroj apo jo? Një pyetje që na vjen në orën 1 të natës nga Klodi. Për kaq kohë sa mund të qëndroj, pak apo shumë mund dua të rri si një personazh. Do të rri si personazh. Atëherë na vjen keq Ersa, ne do të përshëndetemi këtu zemër. Klodi do të përgjafoj fort dhe na duhet përshëndetemi këtu Klodi, sepse ti e di në këtë program në format transparenca është primare. Më thuaj. Mund të bleni vetëm pak sekonda? Po, patjetër. Thank you. Patjetër. Mr. Rose, kemi mirë? Kemi? S'mund të thua shumë gjëra ti, por të dua shumë. You're beautiful. You're beautiful. You are beautiful. You are beautiful. Ti e bukur e dheut. Yes, you are. Ti e bukur e dheut. Të dua. You're magic, baby. Oh my God. Oh my God. Don't forget your beauty, okay? Don't forget your beauty. Be strong. Make love, not war. Okay? Pëllumba, më vjen keq, po më duhet ju ndaj. Klodi, duhet të kthehesh brenda. Ersa, faleminderit për vizitën, faleminderit për surprizë. Na i gëzove Klodin ton. Faleminderit juve. Mund ta përsëll? Mund. Ju krijoj gjë bukura. Be strong, okay? Gjithçka okay? Make love, not war. Gjithçka okay? Yes. Gjithë janë shumë mirë, yes. Po Ti ke mirë, zemër? Po, je lodhur shumë? Jo, jam good. Jam duke menaxhuar gjë beautiful, good. Të dua më shumë se vetën. Kur të dalë do bëjmë një big party dhe do martohemi, do bëjmë një big festa, okay? Do martoheni? Yes! Këtë dëgjova, do martohemi? Vërtet? Wow! Ula! Faleminderit Arban, më ke bërë dhuratën e idës, do të jam shumë përzi. Wow! Jam shumë rinjohse dhe unë nga në juaj. Po pse nuk martoheni te ferma? Ta thash, na lërë të bëjmë party time, ti nuk na do. Se duhet jemi transparent, pra unë s'mund të qëndroj si bëjmë next time? Mendojeni, konsiderojeni. Po, patjetër. Nuk e di kur ta mendoni juve, se unë nuk du me lënë tiki në fakt. Ne mendojmë, ne për këto gjëra jemi gati. Okej. Kështu që ne mendojmë seriozisht, mendojeni ju, mendoje ti Klodi, mendoje Ersa, pas kemi punë këtë sezon. Okej, good. Kemi kohë, domethënë. Kemi kohë, kemi. Eja ndërkohë Klodi, të lutem të hysh brenda. Të dua.